para se të vdiste ka lënë një testament që flet për kushtimin e tij, për zbatimin e fesë edhe pasi të ketë vdekur ai. Ja testamenti i tij. Për gruan, fëmijët dhe miqtë e tij, kur të mësojnë për vdekjen e tij, të lutën për faljen dhe mëshirën e tij, pa qarë me Zot lart e pavajtuar. Sa i përket varrimit, ka thënë kësaj: nxitojnë për të varrosur, të mos e lajmërojnë familjen dhe të afërmit që janë larg, veç aq sa është e nevojshme për përgatitjen e varrimit. Larjen e trupit ja kishte besuar mikut dhe fëmijët e tij të sinqert, Izzet Khidr Ebu Abdullah, bashkë me kë do të zgjedhte ai për ndihmë. Ndërsa për varrim kishte kërkuar që të zgjidhet varrimi në vendin më të afërt, pa e transportuar trupin e tij me makinë, në mënyrë që as përcjellësit të mos detyrohen të hipin në makina. Vendi i varrit të ishte në një varrezë të vjetër, ku nuk pritej që varret të hapeshin përsëri. Ai porositi gjithashtu që ata që ishin jashtë qytetit, kur do të vdiste, mos lajmëroheshin para se të kryhej varrimi, në mënyrë që të mos vonohej funerali për shkak të tyre. Ai e la amanet të gjithë bibliotekën e tij, librat e shtypur, dorëshkrimet e shkruara me dorë nga ai ose të tjerët, e la amanet që t'i dhurohet bibliotekës së Universitetit Islamik në Medinë, ku kishte kujtime të mira gjatë periudhës sa kishte dhënë mësim atje. Ai shpresonte që Allahu t'i bënte ato libra të dobishëm për studentët dhe kërkuesit e dijes. Hoxha shpesh lutej duke recituar ajetin kuranor nga kaptina Ahqaf: Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin. Zoti im, më frymëzo që të falenderoj për begatitë që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Më dhuro pasardhës të mirë, tek ti kthehem i penduar dhe ty të dorëzohem. Hoxha vdiq para perëndimit të diellit, ditën e shtunë me 2 tetor 1999 në moshën 88 vjeçare në Aman të Jordanisë.